Edhe pak kjo përmbajtja e listës dhe bashkëpunimi potencial me të tjerët. A është temë bashkimi në një listë përbashkët me Nisma Socialdemokrate, një temë që në zgjedhjet e kaluara ishte temë e minutave të fundit që nuk u arrit. Tash ka kohë më shumë, a është diskutuar si mundësi apo jo? Me ju thonë të drejtën, ne kemi bërë thirrje dhe herë të tjera, Partia Demokratike e Kosovës do të ketë zgjedhjet e saj të brendshme dhe kemi shprehur vullnetin tonë që të kemi angazhim në mënyrë që të futen brenda procesit zgjedhor figura të rëndësishme cilët synojnë që të angazhohen në Partinë Demokratike të Kosovës deri në këto momente kur po flasim nuk ka diçka të re në zhvillimet cilat ju i përmendën lidhur me nismën, sepse thash Partia Demokratike e Kosovës do të garoj në siglen e saj, por ne do të jemi të hapur për kandidatura të përfaqësuesve të qytetarëve të Republikës Kosovës që vinë edhe nga subjekte tjera që mund të bëhen... Ashtë dera hapur për Limajnë dhe antarët e partisë? Nuk është që ka qenë pjesë e diskutimeve të Partisë Demokratike të Kosovës, po e them ne kemi nevojë të forcohemi, kemi nevojë të rritemi, por deri në këtë moment nuk mund të them që ne kemi diçka që Partia Demokratike e Kosovës... As nuk është ofruar Limaj, as nuk e keni ftuar? Jo, nuk kemi pas ofrim as nga zoti Limaj, por natyrisht që nuk ka pas as ftesë nga ana e Partisë. Keni pas edhe bashkëpunëtor të tjerë në procesin të zëm. Lista për familjen është deputet Eman Rahmani, a do të ketë sërish bashkëpunim të tillë? Ende është herët që të diskutojmë për detaje. Lista do të përmbyllet me datën 12 dhe deri atëherë ne jemi në diskutime sipër dhe të hapur për kandidaturat të reja, për të gjithë qytetarët që synojnë. Ashtë diskutim nishi, bartësi listës? Jo, mendoj që tashmë është, ndonë se këtë vendim e merr Këshilli Drejtues i Partisë Demokratike të Kosovës dhe kryesia, por ne edhe në këto zgjedhje pritet që të garojmë në po mendoj bartësi listës të jetë zoti Hamza për shkak të asaj që ai ka përfaqësuar në Partinë Demokratike të Kosovës dhe për shkak të konsistencës që ne kemi tash e sa kohë, sepse më shumë se kur Haris Kosovës i duhet një lider politik që garanton stabilitet, parashikueshmëri dhe pritshmëri reale që kanë qytetarët e Kosovës. Zotin Hamza karakterizojnë këto tipare, pra e para ai mendoj që është njëri prej liderëve politik që këto vitet e fundit e ka depolarizuar në mas të madhe skenën politike, nuk është karakterizuar për konfrontim, ka ofruar ofertë serioze politike, duke qenë i vetëdijshëm se cilat janë sot barierat që i ka qytetari i Kosovës, pra nuk kemi folur për kriza, nuk kemi qenë ata që kemi pas pengesa. Zoti Hamza ka qenë ndër të parët që jo vetëm që e ka pranuar rezultatin zgjedhor, por i kemi votuar gjitha marrëveshjet ndërkombëtare, kemi votuar zgjatjet buxhetore të muajit mars, kemi qenë pjesë e diskutimeve për të gjetur zgjidhje në mënyrë që të mos kemi zgjedhje të reja, ndërkohë që në anën tjetër kemi pas një subjekt politik i cili nuk e ka trajtuar seriozisht nevojën që sot e ka Kosova, barierat që sot i kanë qytetarët e Kosovës, spitalet sot janë në krizë të madhe për barna, për shkak të pritjeve të gjata që i kanë qytetarët e Kosovës, çmimet janë të tmerrshme, kemi pasur gjatë këtyre viteve 3 herë rritje të çmimit të energjisë elektrike, ndërkohë që pritej që të kemi edhe një rritje të re, si që ka paralajmëruar edhe zyra regulatorit të energjisë, por që unë jam e bindur që kjo u shtyje për shkak të zgjedhjeve, sepse kishte një koordinim që ne kemi pa tash e sa kohë me partinë që ishte në pushtet dhe me zyrën e regulatorit të energjisë, pra A vendimi që të mos shtrejtohet rryma për këtë vit është në koordinim me pushtetin? Edhe në të kaluarën, Haris, ZRE-ja ka qenë në harmoni të plot me kërkesat e qeverisë së Republikës Kosovës. Kush është e mundur në harmoni kur rritet çmimi, në harmoni kur nuk rritet çmimi? Për shkak se nuk do të ketë rritje të çmimit për shkak të fushatës zgjedhore, sepse kemi një subjekt politik që tashmë e ka zakon që të shtyej vendimet cilat cenojnë qytetarët e Kosovës në prag të zgjedhjeve, besa nuk kanë qenë rralla vendimet kur ka pasur blerje të votës me mënyrën se si janë shpenzuar parat e taksapaguesve të Republikës Kosovës, pra qytetarët e Kosovës kanë pas nevojë për rritje të pagave për të përballur me inflacionin e lartë, ndërkohë që ne kemi pa një qeveri e cila sapo janë ofruar zgjedhjet,